Ëmbëlsira që do të përgatisim sot është nga ato receta që duhet patjetër ta provoni. Përgatitet shpejt, nuk ka nevojë për shumë përbërës dhe del shumë e shijshme. Si fillim do ta nisim me karamelizimin e sheqerit, do të na duhet rreth 200 gram sheqer, të cilin do ta përzijem vazhdimisht siç e shikoni në video. Do vazhdojmë ta përzijem për disa minuta në temperaturë të ulët në mënyrë të tillë që sheqeri të mos digjet. Pasi ka marrë këtë ngjyrën e kuqe, do t'i hedhim pak ujë. Do vazhdojmë ta përzijem derisa sheqeri të shkrihet plotësisht. Pasi sheqeri është shkrirë, do ta hedhim tek ena dhe të cilën do të përgatisim ëmbëlsirën. Do ta përhapim sheqerin e karamelizuar dhe tek pjesët anësore. Do ta lëmë në njan dhe ndërkohë në një enë tjetër do të hedhim 4 vezë të cilat janë në temperaturë ambienti. 300 ml qumësh të kondensuar, do të hedhim 500 ml qumësh lope nga lufra, dhe gjithashtu do të hedhim 300 ml qumësh të kondensuar, i cili është pa sheqer. Këtë qumësh mund ta gjeni në çdo supermarket. Do vazhdojmë t'i furlojmë të gjithë përbërësit. Më pas masën do ta hedhim të gjithë tek sheqeri karamelizuar. E mira është që sheqeri të ftohet edhe të mpikset plotësisht para se t'i hidhet masa. Do ta vendosim në një tavë në të cilën poshtë do të hedhim 3 gota ujë. Sipër do ta mbulojmë me letër alumini. Duhet ta mbulojmë mirë në mënyrë të tillë që të përfitet. Dhe do ta vendosim në furrë të parantuar në 250 gradë për rreth 35 deri në 40 minuta. Pasi është pjekur, do ta nxjerrim nga furra dhe do ta provojmë nëse është pjekur apo jo. Mund ta provoni me anë të një thike. Nëse thika del e pastër, atëherë do të thotë që është pjekur plotësisht. Do ta lejmë të ftohet për disa orë përpara se ta konsumojmë. Pasi është ftohur plotësisht, me anë të një pjate do ta kthejmë përmbys. Dhe e kemi gati. Siç e shikoni, karameli ka ngelur aty. I jep një shije shumë të lezetshme kësaj ëmbëlsire. Do ta presim dhe e kemi gati për ta konsumuar. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Dhe nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.